Mësimit i dhan fund, e leximit jo. Ky angazhim, Riadin dhe Ahmedin po i bën bashk, krah njëri tjetrit, ani pse nuk janë në të njëjtin vit shkollor e klas. Ata janë vetëm 2 nga nxënësit që po vijojnë shkollimin në medresën Alaudin në Prishtinë. Për kushtet nuk ankohen. I kena mundësit mjaft të zhvilluara dhe lehtësuese për nxënësat si në aspektin e teknologjisë apo në ndonjë aspekt tjetër. Në medrese, ngjashëm si në përgjimnaze tjera, mësohen pothuajse krejt lëndët, veç se këtu ekstra janë edhe ato përthej, si i tillë objekti me patjetër ka një vend për t'u falë. Të falet edhe namazi i xhumos, ku hutbën e mbajnë edhe nxënësit e vitit të tretë. Megjithatë, jo krejt nxënësit që studiojnë me do e mos bëhen hoxhallar. Nxënësit me medrese kryejnë një cikël të shkollimit mesëm të lartë dhe për të kualifikuar për hoxh patjetër duhet ta kryejë edhe në fakultet. Por medresa si medresa është shkollë mesme e lartë, publike e Republikës Kosovës me statusin e gjinat shoqëror gjyqësor. Medresja asnjëherë gjatë ditëve të javës nuk jetë thatë. Ajo shërben si bujtin për shumë nxënës që janë larg Prishtinës. Kati 2 dhe 3 banojnë nxënësit. Ka rreth 40 dhoma. Dhomat kryesisht janë me 4 nxënës, po ka edhe dhoma dyshe ku banojnë 2 nxënës. Rregullat janë strikte. Kryjm gjumin mjaftueshëm, ku e kena orarin e caktuar deri kur mujna me flajt. Nxënësit tonë këtu në konvikt besoj që ndihen mirë, në një ambient të shkëlqyer. Me që është Ramazan, vaktet e bukës që shtrohen kanë ndryshuar. Syfyre iftar, kjo sallë mbushet me nxënës që presin të ushqehen. I kanë gjithat mirat, sipas dëshirës tyne, na përgatitëm. Medresja Alaudin ka sallë leximi, palestër sportive e kabinet të informatikës. Me që pranvera është afër, nxënësit që duan mund ta shijojnë qëndrimin edhe në obor. Shënjestër.net